Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi sërish listat e hartuara nga Partia Socialiste me kandidatët për deputet për garën e 11 majit. I listës Edi Rams janë që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda, spaku, aferash korruptive ndër më të mëdhat dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme, me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Ministra që kanë vjedhur, kanë zhdukur miliarda euro. Grupi tjetër është grupi i patronazhis dhe famzi, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenar të vërtet, që përdorin pushtetin, që shkelin kushtetutën për privilegjit e tyre dhe për të mbrojtur pushtetin. Më shumti pra me katarët e spakut, që kanë dosje në spak, patronazhistët si terroristë elektoral dhe së fundit turistët që s'përfaqësojnë asgjë, as një krahinë, as një vend, as një komunitet. Faleminderit. Sali Berisha është i bindur se me 11 maj fitoria do t'i takojë opozitës dhe Partia Demokratike do të rikthehet në pushtet. Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Dhe kudo që shkoj, ka një entuziazëm të madh të qytetarët që nuk e kam ndjerë ndonjëherë më parë. Aleatët tanë të marrë së bashku pa Partinë Demokratike përfaqësojnë 26% të zgjedhësve të Shqipërisë me vota sipas librave elektorale. Pasi PD-ja të jetë në mazhorancë, Berisha premtoi gjatë një peshbisedimi me qytetarët rritjen e pagave minimale, mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe heqjen e pagesave për kalimin në rrugët e vendit.